Kemi filluar në versionin eksperimental përdorimin e inteligjencës artificiale për kërkimin dhe marrjen informacioneve zgjedhore nëpërmjet faqes së internetit të KQZ-s, si dhe për të ofruar asistencë dhe për të krijuar facilitet për administratën zgjedhore, por edhe për subjekte të tjera të përfshirë në procesin zgjedhor, mundësi për ta marrë dhe për ta përpunuar këtë informacion apo për të marrë shpjegime për aspekte ndryshme të procesit zgjedhor. Në 9 nëntor të këtij viti do të zhvillohen zgjedhje të pjesshme për kryetar të disa bashkive të vendit. Stafi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve po punon për të aplikuar për herë të parë përdorimin e inteligjencës artificiale në numërimin dhe vlerësimin e fletëve të votimit dhe në nxjerrjen e rezultateve. Ky projekt do të shërbejë si test dhe për momentin nuk do të zvendësoj procedurën manuale të numërimit dhe të vlerësimit të votave, e cila do të mbetet mënyra zyrtare e referimit për këtë aspekt të procesit zgjedhor.